babalja, thot një muaj, si t'ja bëj unë, për 500 pound, ti thuaj për shokun tënd që i thuaj shok, që dhe ai djali është në burg, po si erdhi ai për një muaj si t'ja bësh ti. Çfarë më duhet mua si t'ja bësh ti? Ti si e shok njërë. Për ato, jo për mua, se për mua jes kush. Dhe kjo ka qenë arsye që si kam misu legët, se e di që Enzo Barboni. Nuk pi ti do të drogë në burg me lekët e mia. Ti me lekët e mia nuk pi do të lekë drogë në burg. Të blesh ti drogë në burg me lekët e mia, po jo orti dja se nuk ti nisë. Kur të flasësh me babalen, të ti nisi babalja. Po për mendimin tim, dhe babalja nuk ka për ti nisur, sepse e barbon këtë djalë. Në rregull? Ky jeti. Dakor? Dhe të kam thënë gjatë gjithë kohës, e kam fut në izolimit, nuk e të shuar në pushime, e kam shuar në burg tjetër, është në Londër. A i nuk i gona qefi, po ka halë, nejse, kur të flasi kam. Të më thoj, nisja do t'i nis direkt, se unë nuk të nis lek. Për tjetrin, pa më thënë babalja nisja, që po t'a them prap. Edhe po të më thoshte nisja Francit, do t'i thosha, do gjesh në një tjetër, se më bëhet banka pis, të nisja lek ty, që ta kuptosh. Dakor tëre? Se nuk i meriton, se je djalë barbon, ti, zoti Franci, François Loshaj, je një co barboni, e kupton apo jo, dhe nuk vëdo ti, gjoba na burgu, më nis 500 pound që nëse unë të shaj, e kupton o, nuk, ti përfiton në rasti sa t'jesh aty në burg. Sa t'jesh në burg, respekt e je i mbrojtur, të mbron deri ekurit. Sa t'jesh aty të burgu, bravo. Numrin ti me ke në privat, unë numrin nuk e ndryshoj. Kur të dalësh në burgu, po deshe më njofto. Do të qip personalisht në byth. Personalisht, ore. Personalisht, do i vë 5 klëfa, e do të qi në byth. Po s'kam për ta bërë, këtë drejti fiton ti. Do ta bëj, ore. Personalisht, ore. E kupton apo jo, ore? Sepse e meriton. E meriton. Dakor? Po ti thua shok dikujt, dhe flet me dike, në privat, dhe shoqëria e ti të mban me lek në burg, o djali kurd, nuk duhet ti të qosh këto mesazhe për babalen. Prandaj nuk ti kam nisu lekët, ore. O djali ignorant. Prandaj nuk ti kam nisu lekët. Jo, sigur, jo, duhem 5. Prandaj nuk ti kam nisu lekët. Dakor, ore. Dhe nuk të nis as i kacide. Sepse je djal negativ. Në rregull, ore, djali. Dhe të kam thënë disa herë, ore. Është në Londër, dhe shiko qa thua ti, o djalë kurd. Mundohu folën kupto dhe mu s'kam gjë me ty, s'po të kërkoj që ty. Thjesht më ndihmo, ta mbarojmë si punë. Në rregull, ore. Nuk kam folë, kam thënë, as nuk kam që të them, as kam lidhje fare me sa di ti aq di dhe unë, se nuk di gjerë të qif sharop, se qarë ke pasur ti dhe se si e ke bërë muhabetin ti. Të kam folur shqip. Dhe arsyeja pse nuk ti kam nisur, ka qenë kjo, se ky është mesazhi i parë. Edhe let më, jo për tyre, se qa thoj tis ma fare muare. Çunat, shoqëria dhe vajzat e mira që kanë respekt për mua. Nuk po e bëj këta për tyre, po ignorant. Po do thonë këta që e ka shmendur profesori për 500 pound si maron muhabetin babales. Ky është mesazhi i parë që ti më ke bërë, o profesor, po si e merr TikTokun ai ashtu edhe zhduket. E më thot, mua do t'i japi profja lekët, shifon me babale e nuk s'du më lek. Kujta çon këtë mesazh djale, djalë kurd.
kupton çfarë mesazhi është ky? Dhe ke thënë po ti ere djalë. Po ti, je ti. Ja nuk vjen babalja 1 muaj si t'ja bëj unë. Unë jam me të drejtë. Po të qifsha 500 poundshin. E kupton apo jo, sa djali dobët je ti? Sa djali pisët je ti? E kupton qa barboni je? E kupton apo jo, re? Ti e djalë barbon dhe unë prandaj nuk t'i kam nisu 500 pound. Sepse e ke nisu kështu komunikimin. Dhe s'kam se si të nisu 500 pound se mund më marri njeri mua. Më ka ziguri 500 pound, mi dërgoj qik. Që më duhet mua? Mero zigurin ti. Dakor të zigur, në regull, ke të drejt. Dakor. Tani, ja urdho. Kështu ke nisu ti komunikimin, djalë me normati në Aburgu. Por e nuk na thoj pak, për qa kene në burg? Shoqërisë këtu dhe njerëzve. Nuk na thoj pak, sa shok nga shoqëria e babales ka nisu lek? Ka mbajtur me buk brenda në burg. Sa çuna nga shoqëria e babales, mos t'i përmësun emrat. Sa prej tyre të ka nisur lek të hash makarona në burg. Kështu i respektondi, duke çuar këto mesazhe? Po si e merr TikTokun ashtu ai dhe zhduket e mu më thot do t'i japi profja lekët, shifë fol të më kthej TikTokun se nuk e lam kështu? Ose fol ti thua që do besh? E kupton? Qa djali ordiner je ti? Ku janë normat e tua shoqërore? Ku janë normat e tua shoqërore? Qa norme shoqërore është kjo? Qa norme shoqërore është kjo? Kur tjetrin e vajtën, e hoqën në një burg, e çuan në një burg tjetër, e futën në izolim, qa norme shoqërore është kjo? Mos thuaj ti mos ja përmend bukën, sepse është ky që u ka kërkuar lek gjithë shokëve të babales, të gjitha ata i kanë dërguar lek dhe ky del edhe shan, mua dhe babalën. A ju duket normale ju kjo? A ju duket normale? Kush ishte ky që thot profi shkap me gjithë burgun e Durhamit? O të lë, respekt e drujt zoti, sinqerisht jemi kapur me burgun atje për të drejtat tona, nuk jemi kapur me burgun si trim, ajo, të drejtat tona kërkoni. Po ja, ky është mesazhi që më ke çuar ti të dielën, si e merr TikTokun ashtu ai dhe zhduket. O vlla, e kanë transferuar ore. E kanë çuar në burg në Londër. Është burg i një sigurie më të lartë akoma. Është një burg që nuk ka shanse kollaj që të ketë telefon. Është një burg o djali dashur që nuk po mundemi do të flasim o. Shikoj ore, to Roland, dhe kuptoje se sa flasim ne me babalën, dhe sa të vështire kemi për t'ju përgjigjur, për t'a ndihmuar. O to Roland, se po nxjerrim këto pritor të qifsha të tem. O to Roland, është jati babales. Do thot 80 pound të ky numri. Folan telefon. Te ky numri thot ai tjetri është gabim. Më fal thot se u bëra lem që është ky numri tjetër. Nuk po e logjikoja dotore që është sort kod edhe llogari banke. E kupton apo jo? Në rregull ore, më nisi kështu ore. Thash, ç'është ky numër telefoni? Dakor ore. Dhe që të erdha te live-i dhe për këtë nuk ta fal. Edhe dash zoti dash një orë më para në burgu që të baj atë premtimin që të kam dhënë. Ta kam thënë në privat, po ta them edhe këtu në live. Unë vuaj me familjen e babales, që ta marrësh vesh ti dhe të gjithë ju, babalja është në një burg të vogël, unë jam në një burg me rreze pak më të gjerë, që ta kuptosh ti. Po nuk e ditë jo të qifsha arot, që unë jam në një burg me rreze më të gjerë. Vetëm kaq, rrezen ka më të gjerë unë, që marr ajër në balkon,
se nuk i di ti hallet e mia, i di unë hallet e mia. Dhe unë në vuaj gjithë ditën për të marrë, për t'i gjetur mënyrën, folën në orën 2 dhe është gjetur që çfarë është në orën 3. 3:52. Dakord? Dhe unë vuaj gjithë ditën me prindrit e babales për t'i krijuar mundësi që të ketë për alo në ato që i mbushen atje tek telefoni burgut. Kurse ti kërkon 500 paushin se i ke dhënë një adresë babales. A e kupton çfarë kërkon ti apo jo? O djalë i pisët, o djalë ignorant, të ka marrë në live se më mori familja e tij dhe më tha po na shan Gertin Franci. Edhe ty. Të ka parë familja e babales, të ka parë njerëzit e babales, të ka parë dhe vajza e babales. Dhe po të betojmë, për shpirt të motrës që kam në dhe, dash të dita të dalësh në burgu, se do të tërheqësh varr dhe do jesh i pari dhe i fundit nga njerëzit e TikTokut që unë merrem personalisht. Do jesh ti dhe asnjë tjetër. Sot po ta them publikisht të gjithë të tjerëve që më kanë sharë TikTok, që te Mojsiu, që tek Rezarti, që tek Balli, që tek ai tjetri budallai i Anglis, u kanë falur të gjithëve. Ndërsa ty, o François, do të tërheq zvarr vetë personalisht për këtë që më ke bërë sot. Sepse me bindje të plot ke sharë dhe ofenduar për të rritur audiencën në TikTok, se prandaj e ke bërë, nuk e ke bërë kot, e ke bërë për të rritur audiencën, e ke bërë për të kapur lek nga TikToku dhe i ke rënë me qaf një djali që është në burg, një familje që e ka në Shqipëri dhe një familje tjetër që e ka në Itali. Dhe po ta them me bindje që në momentin që do takohemi bashkë, ato 500 pound kanë për t'i bërë $1 dhe do t'i fus të gjitha në byth. Mbaje mend mirë dhe dash të Zoti, dalsh një orë më para në burgu. Dalsh një orë më para. Dash të Zoti madh një orë më para. Të gjithë çam ka sharë TikTok i kanë falur, do merren vetëm me ty. Do merren vetëm me ty sepse e para njerë i ke prishur ditën familjes ti, i ke prishur ditën familjes tjetër të ti, se ka familje të madhe, ka dhe familje të vogla, jo të shifsha të temë. Po ti nuk e di çfarë do të thotë familje. Ti nuk e di çfarë do të thotë familje. Ti nuk e di se çfarë do të thotë familje. Ti nuk e di se çfarë do të thotë prind që ka djalin në burg për jetë. Dhe ti nuk e ke idenë se çfarë presioni më ke vënë në mua kur më ka marrë ylli në telefon. O që të qifsha të temë në gopt. Ti nuk e di çfarë presioni jam ndjer unë kur më ka marrë jati babales telefon dhe thotë po na shan Gertin ai Franci. Nuk e ke idenë ti. Nuk e imagjinon dot jo të qifsha motrën se si jam ndjer unë ato momente. Ti nuk e imagjinon dot, ti as nuk e kupton dot. Më dhimbë se që më ke sharmuar. Po ti do paguash që ke sharë Gertin dhe dhe për atë moment që unë jam ndjer kur më ka marrë jati Gertin telefon. Për këto gjëra ti do mbash jo përgjegjësiore, po ti do të rriqesh zvarr dhe mbaje mend, po ta them hapur, të gjithë që janë këtu në TikTok, unë i kam falur. Ndërsa ty, sinqerisht dhe burrërisht dhe personalisht, dita e parë që ti del, unë do iki nga ky shtet ku jam. Dita e parë që ti del, do ta gjeje unë mënyrën, do iki nga ky shtet e do vi do të takoj. Dita e parë që ti del, dil nga burgu e ke numrin tim. Të kam dhënë numrin e familjes. Të kam dhënë numër që nuk mbyllet kurrë. Të kam dhënë numër që po s'dola unë, del familjari imi dhe mua më vjen njoftimi. Ke numrin që më gjen 247. Në momentin që ti del, më shkruaj, më njofto dhe do vi unë, do të takoj ku të duash ti. Dash të Zoti, po ta them edhe një herë tjetër, dalsh një herë më para në burgu, ta uroj me shpirt. Ta uroj me shpirt, dalsh një herë e më para në burgu. E ke bërë vetëm për TikTokun. E ke bërë vetëm për të qurravitur në TikTok. Je ti ai që ke kërkuar gjithandej në për shoqërinë e babales lek. Je ti ai që ka mbajtur shoqëria e babales me lekë me makarona. Po ti je mosmenjohës dhe ti je një djalë legend
Një djalë ignorant, një djalë i cili nuk kontrollon dot drograt që pi. Ato drograt e burgut spicy që pi ti, këta që kanë qenë nëpër burgje kanë parë që pin ata lozhrat. I din këta shumë mirë. S'bën vetëm ti burg, kemi bërë të gjithë. E dim shumë mirë nëse kush pi spicy. E dim shumë mirë nëse qa pi ti ore. E dim shumë mirë se qa kategorie je. E dim ne ore. E dim ore shumë mirë. E dim shumë mirë ne ore. Spicy pin langaraqët që nuk kanë lek. Grada e fundit. Zh. Dhe ti e gradë zh. Aja pun? Me argumenta. Ti mor djali i mbaruar, je grada zh. Arsyeja, sepse nuk ti kanë dhënë 500 pound, është kjo. Ta di shoqëria ime. Pse s'ja kam dhënë nuk ti? Se mesazhi i parë e çuna që ka marrë është ky. Si e merr TikTokun ashtu ai edhe zhduket. E mu më thot i japi profja lekët. Shif fol me babalen, unë s'du më lek. Të më kthej TikTokun se nuk e lam kështu. Ose fol ti, thuaj qa ti bash thuj. Dhe më ka qua dhe vojse, po këto vojset, po pata nerva do t'i nxjerë në një tjetër, ku thot, po si kur atë ta nisi për Shqipëri dhe mos i duhet me TikToku im dhe më ben golin mua i për 500 pound, po si kur atë mos të nxjerë izolimi për një muaj, po 500 pound që im ku vete? Dhe dhe shumë qatë të kyë. Qatë të kyë të rollak, dhe shëshak. Qatë të kyë, dhe shëshak. Ti kam këthyrë për qishit edhe. Më tha, nisja pas e tha prit, ta kam thënë që t'djelen. Të ma konfirmoj nisja, i ke direkt edhe. Kur të flasë, të këthje për qishje. Edhe urdo. Këto e mesazhet e tuar. Dhe ta kam sqaruar. Në rregull. Dhe të kam thënë, dhe ti ja i që thuajt për sikur, ja nuk vjen babalja një muaj, thoj, si me ja berë unë. Si me ja berë ti, po nuk erdi babalja një muaj, jo. Po më plasi kari muaj për ty se si do t'ja besh tije. Seriosisht e ketje? Po më plasi kari muaj se si do t'ja besh tije, a seriosisht e kje? Po, seriosisht e kje? Si t'ja besh ti pa drog një muaj se nuk vjen babalja? Seriosisht e kje në plasi kari muaj? Që po më duhet më se si do t'ja bësh ti? Që po më kari më se që do bësh ti, o vla? I ko me ranë në gojë atyre, sëri me ranë, i klau shorapet. Edhe merë spicy. Të gjithë e dimone që qa bëjnë ata të spicy në përburgje? Shqyqërit, vazhdo programin. Nuk të ecin a TikToku, hik vazhdo andeje. Mund të ecin sa ditore, se ka dhe njerës tu që nuk nga duan. Edhe do vinë ata, do të hedhin në një lek ty se po më shanë dhe muaj dhe ata ndjen mirë. E kuptono? Po unë në lek o ti Franci, se të doj që e ty të pishë drogë në burgë, unë nuk t'i ja pas i kohë. Edhe ta them edhe një që tjetër. Arsyen pse nuk i ke marrë ato lek, ta kuptosh edhe një të fundit, është mënyra se si ti e ke filluar bisedën me mua. Ja. Si e merë TikTokun ashtu a i dhe zhduket. Thashën që jarop që a thës kje. Hare zikur kam të drejt apo jo, se s'po shajme, po ta të gjoj fjallën. Ha? Hare. Hajde, e të mere veqe, se kejt tem, se qa njeri u është babalja dhe unëre, edhe shoqëria jonë. Unë nuk arrita kuptoj, se si ti arrite të merresh edhe të fliste babalja atyre dhe të fuste në grupin shoqëror. Nuk arrita kuptoj për qa. Besoj se ka bërë për gjuna lëk. Ta garantoj unë ka bërë për gjuna lëk. Dhe njerë tjetër, këtë drejtë ziku, dhe njerë tjetër, ja ku e ke,
unë orti djalë as nuk të jam detyruar as një cent dhe nga bankat e mia me dorën time nuk të dërgoj as një cent se nuk e meriton se je djalë langaraq. Je djalë langaraq. Jo, nuk ja dërgoj lekët për babalen, e kam shok babale, por nuk i dërgoj lek për babalen një langaraq. Duhet gjejnë një shok tjetër babalja që t'i dërgoj lek këtij langaraqi, jo mua. Ka gjetur shokun e gabuar që se unë mbasi ka dhënë këtë mesazh nuk i dërgoj lek. Absolutisht jo. Babalja duhet gjejnë shok tjetër që t'i dërgoj lek, një lek gjeni si punë e këtij, që ka këto mendime për babalen. Që ka këto mendime për babalen. Duhet gjejnë shok tjetër, se unë nuk ja çoj dot. Kështu që ky është mendimi që ai ka, atëre babale gjej një dikë tjetër vlla që ti çosh lekët vlla, se unë s'ta mbaroj dot të porosi. Nuk ta mbaroj dot vlla. Ti çoj lek dikujt që e ka mendimin për ty, që në qoftë se ti nuk den nga izolimi si t'ja bëj ky për 500 pound. Nëse ti ke shokët të tillë vlla, më vjen shumë keq, po unë s'u dërgoj dot lek shokëve të tu të tillë vlla. Nuk u dërgoj dot. Me shpirt nuk më bën dora vlla që të shtyp butonin. Nuk më bën vlla. Nuk më bën dora që çuna të tillë që kanë këtë mendim për ty, unë t'u dërgoj lek vlla. Më vjen keq po se bëj dot vlla, nuk ma bën dora. Nuk ma bën dora vlla. S'ma bën dora mua. Kështu që gjej një shok tjetër vlla që ti çosh lekët. Se unë nuk kam pse t'ja nis. S'kam pasur arsye fare deri në momentin që ka filluar kështu. Fare, absolutisht. Jore se më shikon zoti më bëhojt banka. Qa thoni jore? Po, ti çosh lek ti? Bëhojt banka direkt. Ti çosh ti? Bëhojt banka direkt, do çfarë po thoni? Seriozisht e keni? Shikon zoti, thot zoti, çfarë po bën? Unë e lëm mirë bukur, t'jetë në rregull. Po ta ishte motër. Më të Kaq nuk kam që t'u tregoj me, u tregova plot. U kënaqet edhe ju që do i kënaqeni me këto historitë e TikTokut, po sinqerisht nuk e di as vet se pse nuk ka asnjë lloj problemi. Unë çfarë kisha për të thënë, e thash, kaq nuk kam çfarë them. Nuk kam çfarë them. Kaq nuk kam çfarë them. S'kam çfarë them. Ore grande.